Po, unë jetoj në Gjakov, jëm lind atje, jëm rritë Mirna që 8 vite non me muzikë. Që 8-9 vite? Po. Që 8-9 vite. 8-9 vite. Po, krahas muzikës, mirëm edhe me profesionin e grimierës, frizere, edhe atë profesion e kam kështu në zemër. Bën edhe këtë punë, më thonë, Po. e ke salonin tënë? Po jo, kom punu të dikush, ke punu gati 8 vite, kështu po pretendoj me hap timin. Okej. Bile disa kliente i kam edhe nga Zvicra, cilat i përshëndes shumë, që kanë pas besimin mu me i reguluemi ndrejq. Okej. Ishte vështirë pak fillimi i muzikës, se muzika dën investime shumë të mdhaja altin. E normal që u dashke me punu dikon, me investu në muzikë, pasi që unë edhe krejt vetë, pa menaxher, pa menaxhment, se kuptohet ku t'je pjesë e menaxhmentit, është dikush që kujdeset për ty, për këngë, për klipet, për koncertet, e kështu që unë vetë prej fillimit. Okej, bukur shumë. Cilat janë sfidat më të mëdha që e ke përballu gjatë karrierës tënde deri tash? Sfidat, nuk po di, pak ndoshta kom hasën disa pengesa, disa pengesa të profesionit muzikës. Se unë për shembull nuk jam hi me ja marr punën as kujt. Cilat janë pengesa? Prej kolegëve apo? Qashtu diçka. Prej kolegëve tu? Po. Pengesa prej artistëve, pra prej këngëtarëve? Po. Pengesa të kanë pengu në evente, në mbrëmje, apo si, në çfarë aspekti? Ashtu diçka. Na do të më ta tregu jetë tash, të tregojmë këtë gjona aty. Janë interesante. Janë gjona interesante këto. Mos përmend emra po. Ashtu diçka, nuk jam ballafaqu veçon, po çdo i ri që ka fillu me muzikë, kuptohet janë ato pengesat, problemet që shkaktohen, po. Cila ka qenë një pengesë që ka Njërin e mirë nuk e hub Zoti kurrë. Absolutisht. Një pengesë që të ka ngel në kokë, kështu domethënë që ta kanë bë. Me e madhja që të kanë ndodhur prej kolegëve, se realisht ne si popull shqiptar, si kolektiv jemi të dështuar. Po. Si individualizmit e ne është shumë i suksesshëm. Pra, si individa jemi të suksesshëm, si kolektiv jemi të dështuar. Ne pengojmë njëri tjetrin, kolektivisht nuk jemi të suksesshëm. E tashi, çka ka qenë pengesa që të kanë bërë për shkak? Po, më ka ndodhur një rast që shoqënia jeme më ka tregu për një këngëtar që i kanë thonë, atij këngëtarit mu më marr rëndasëm, pa i këngëtari ka thonë jo se është në zonë e ndarësëm, është tjetër kon. Edhe ka marrë dikon tjetër. Për që ja ka fut kot? Po ja ka fut kot, unë e lirë jom kon, vesh nuk ka dash me mftu më thirr. Okej, e ke njoftë këngëtarin apo se ke njoftë? Po që jo. Ke pas raporte me ta? Raporte miqësore po flas. Personalisht jo, po është një këngëtar me emër. Okej, edhe i ka thonë nuk është ajo, s'ka dash me të pas Nuk është një ndër rastet që unë e kum ditë, e sa ka raste që nuk i di. Ka plot raste të tjera. Jo ndodh gjithve, nuk jo me vetmja, kuptohet, po me durim, sabër, gjithçka shkon mirë dikur. Okej.